Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi vlog më në fund pas kaq kohësh. E di kam bërë shumë mungesa, keni kërkuar pa fund video, më shkruani në Instagram, shkruani në TikTok, shkruani kudo sepse doni video. E di keni shumë të drejtë. Kam humbur, kam shumë arsye pse kam humbur. Do t'i themi në vazhdim, gjithsesi më në fund kemi vlog, nuk besoj që hapa vlog, nuk besoj që do kemi video sot. Sot është data 2 gusht dhe i kam premtuar vetes që do mundohem këtë muaj të kemi sa më shumë energji pozitive. Do mundohem jashtë mase. Të paktën, nuk e di, duhet ta manifestoj këtë muaj. Do të thënë, kam kohë që manifestoj këtë muaj dhe them që ky muaj do shkoj mirë. Ky muaj nuk do më shkoj ashtu siç ishte muaj më përpara, sepse korriku ishte o zot i madh, çdo ditë nga një gjë do ndodhte. Nuk kemi video nga Ditëlindja Agjelos, nuk kemi video nga Ditëlindja Elit. Do ju them pse nuk kemi pastaj. Nëse gjithsesi tam. Këtë muaj do kemi vlog, këtë muaj do kemi më shumë video dhe këtë muaj do jemi më aktive dhe do kemi energji sa më shumë pozitive. Duhet ta besoj që të ndodhi. Dhe sot do shkojmë në plazh. Syri po më nda më shumë, por nuk do ketë ankesa fare në këtë video. Kam bërë qërpikë atje. Pas shumë kohësh gjeta kohë për veten që të shkoja të bëja qërpikët. Filloj ta mbaj pak veten më të mirë. Do ikim në plazh, po pres që të bëhen gati grupi andej, sepse nuk janë gati dhe thanë nga ora 9 maksimumi do kemi ikur. Ora është 9 e pak dhe unë akoma po i pres. Me zgjuan, i merr janë telefon, nuk zgjoheshin, i thash mamit, zgjoje Hortën dhe Gysin që të ikim në plazh sepse unë duhet të kthehem pasaj këtu. Do shkojmë në Velipoj, nuk do shkojmë larg. Dhe pasaj kur të kthehem këtu do shkoj direkt te puna sepse çka përdezi nuk e lën asnjë porosi për nesër, kështu që duhet të shkoj të bëj gati porosi për nesër, të bëj disa prerje, të bëj ndoshta edhe pastrimin, uroj të më dali koha, sepse nuk e keni idenë se çfarë bëhet puna, se kur ka plas bomba, duhet të sistemoj, duhet të pastroj, duhet të bëj gjitha me pak fjalë, por nesër tham, do kemi energji pozitive dhe do arrim të bëjmë gjitha. Dhe nesër nuk arrim të bëjmë gjitha, nuk ka problem. Nuk besoj që po e dëgjoj unë këtë nga vetja, por duhet ja them vetes që ta besoj dhe kështu të ndodhi. Për pak ditë vjen dhe Rita, për 2-3 ditë vjen Rita nga Athina dhe mezi pres që të vi. Eli me Doni nuk janë këtu për momentin, janë në Korfuz, më kanë lënë vetëm dhe ata, por dhe ata do vinë këto 2-3 ditë. Të rejat, kemi plot të reja, por ju thash, do ju them pastaj, uroj mos harroj. Se kështu them, unë gjithmonë du them pasaj dhe pasaj harroj se çfarë kam dash t'ju them ju dhe kur editoj them ti the do ta thuash pasaj po s'the asgjë. Nese, po s'bres poshtë të zjoj Agelon sepse Agelo ka fjetë poshtë edhe ma Elit dhe të bet gati të ikim. Vë fliet. Ikim. Apo më mirë t'ju them tani se që ka ndodhë. Deri sa të presun të qohen ata të bëhen gati, më mirë filloj dhe të them se çka ka ndodhur. Si fillim, ishim në Kret, nuk kam mbaruar vlogun e Kretës, po nuk e kam mbaruar, shumë e vërtet. Pse? E lash në mes. Dhe kjo ndodhi sepse na u prish makina, na u thye xhami i makinës, si ati fugoni që kishim me vete. U thye xhami mbrapa. Pasaj vajtëm në Athinë dhe ngeli makina në mes të rrugës, në ka lënë në temperaturë, po thuaj se 40, ka qenë vdekje, kam qenë vetëm me Donin, sepse po shkonim në dermatolog në një spital që është shumë i njohur për lëkurën në Greqi, se po shkoj në dermatolog, sepse kam një problem me lëkurën që dhe këtë doja u them, që e pash gjatë pushimeve në Kret dhe diçka që më mërziti jashtë masës, sepse më ka dalë një pull mu në majtë të kokës, që nuk po dija se qa ishte. Dhe po shkonim te ky spitali që është vetëm për lëkurën, nuk arrita të bëja gjë sepse duhet të mbyllja orar për ditë tjetër. Po trokasin. Ta vazhdojmë historinë më vonë. Ta vazhdojmë se po trokasin duket se do ikim. Do shkoj ta marr sepse nuk bën të rrit pa kapele. Për problemin që u thash që kam në lëkurën në kokës, që do ju them pastaj se qa fiks është. Të shkoj të marrë dhe kapelën, andej ka vendos një lavatrice, por më sa duket sot prap nuk ka ujë dhe uroj mos të prish lavatricen. Marrim çantën krap. Agelo më sa duket nuk do vi, se nuk zjohet, kështu që po ikim pa Agelon.
ku do ikim ne? Toj përshëndetje. Përshëndetje. Jo, do shkoj te puna, Angelo. No, alla te puna. Jo, Alla te puna sot. Angelo. Vetëm Angelo te puna. Ku do shkoj Alla? Me Egin ku? Te uji. Te uji, okej. Jej! Do ikim te uji. Alla ma. A bëgja? Shumë mirë. O? Alla. Ço valla? Che ciao. Ja thoj edhe një herë. E kiçu. Orkishu. Che. Isu. E kiçu. Vase, të kam si foto. Prap, numër prap. Çeli. Sabem vela tu. Bushe prap. Alla isti foto. Okej. 3 4 5 6 7 10 9 Hape? S'ka që bëjmë tjetër. Bravo! Leon, te beto. Po, Eki. Ditish. Alla bene. Eki të karë shoqë, Alla. Sa të gjata flokët! Shumë të gjata flokët! Bravo! Bravo! Bëj prap! Të gjete? Okej. Bravo! Prit, Vidala, prit. Me grinin do lozim, edhe me mikën. Mikën. Të dyja. Ja. Do numërojmë dele tani ne? Hajde, 1 dele, 2 dele. Ja. Një dele. 3 dele, 4 dele, 5 dele. Shumë dele. Të koj papo po ti. Ti pap të koj. No, tu e ta. Ha. Mirja bere. Okej. Erdhëm të dyqani, do me thënë, direkt nga plazhi vetëm e nga bukë të mami. Opa. Erdha direkt të dyqani, pastaj do shkojmë në shtëpi të lajem dhe të ratohem, se thash duhet vi një herë të mbaroj këtë punë, duke qenë se këtu dhe do pastroj dhe do bëhem prapë shurë. Hape kondicionerin këto, hap tjetrin, do i një përshëndetje. Ndize pak edhe këtu kondicionerin. O, zoti madh, tani kemi për të bërë punë këtu, ndizi pak drita to Agile. Kemi për të bërë disa prerje këtu tani të porosive. O, zoti madh, si jam kështu. Tani duke bërë unë prerjet, po ju flas ndërkohë, jam tërkri, po zoti madh. Atëherë, ku kisha ngelun? Ku kisha ngel që do ju thoja për... po. Kishim ngel se çfarë më ndodhi, çfarë kisha në kokë që shkova në dermatolog, por si përfundim nuk është se bëra gjë, sepse duhet të lija orar, domethënë duhet të lija
të enjtën du të merrje në telefon që të mbyllje takim për të enjtën tjetër, pra e binte që të qëndroja 2 javë në Athinë. Kështu që nuk bëra gjë. Kur po shkonim në Kret pash, jo unë, po ma pak Gysi si që isha ullur, dhe më kishte zënë gjumi dhe më shikon këtu që kisha një pull rrumbullak si ka flok. Të cilë laps, që e limet. Edhe thot Gysi, ua, thot, qa kete koka, tha? Edhe shof unë që kisha një renje floku, një pull. Fillova të qaja, t'ju them të drejtën, u mërzita shumë, se kisha frikë duke qenë se jam një person që po stresohem shumë, sidomos kohët e fundit. Kisha frikë për alopeci që ajo në përgjithsisht krijohet nga stresi ton. Kjo ishte frika ime, domethënë, shkova për ta parë një dermatolog. Nuk bëra do gjë në Athinë dhe siç po ktheheshim për në shtëpi, unë me Donin me la makina në mes të rrugës. U prish makinën mes të rrugës, ngelëm në mes të rrugës dhe kemi prit atje domethënë deri një 4 orë po njërë mes vapës, mes drekës. Unë po vdisja, po më binte si të fikët nga vapa atë ditë. Dhe pastaj ngelëm në Athinë, sepse vinim dot në Shqipëri. Betëm në Athinë sa ditë, domethënë ne duhet të vinim në datën 2, duket e kishim kthimin, se mbaj mand fix, më duket se në datën 2 kishim kthimin dhe kemi ardhur këtu diku nga data 6, pra kemi ndet plus 4 ditë në Athinë. Më prishi shumë punë për të puna, plus që nuk bëra dot asgjë për dermatolog. Kur erdha këtu nëse vajta në një dermatologe këtu, nuk është se ma hoqja të frikën e alopecisë, por unë para disa kohësh kisha vajt në një event edhe kisha lidhur flokët, kisha bërë një bishtalec dhe i kisha lidhur shumë fort. Në fakt unë kisha dhimbje koke që në momentin që bëra bishtalecin. Eventin e kisha largë, nuk e kisha në Shkodër dhe kam duruar me atë dhimbje shumë orë, nga mëngjesi që kam bërë flokët deri në darkë diku të 11 natës, së mbaj mend. Nese, ajo pasaj kur hoqja bishtalecin unë, domethënë kam në extension me kapsa për të krijuar bishtalecin. Kur kam hequr bishtalecin, mua më ishte krijuar një si gung në kokë. Pastaj ajo u bë plag, edhe kisha shumë dhimbje. Nëse thash dëshirohet, imagjinoni, nuk kam fjet dot natën nga dhimbja e kokës. Thash dëshirohet, e lash pas dore, 2-3 ditë më dhimbte, pastaj kaloi, plaga vazhdonte të ishte normal, po thash okej. Ka bishtalec, u kryo plaga, do ikim në një moment. Dhe me sa duket, lëkura aty ishte dëmtuar dhe unë duhet të kisha vajt me njerë në dermatolog, dhe mos ta kisha lënë as gjatë, mos ta kisha neglizhuar domethënë plagën. Aty tani nuk është se ran direkt flokët, por me kalimin e kohës aty u krijua kjo pulla që ju thash pa flok. Kur shkova në dermatologe këtu, e i thash kështu, sepse kisha frikën e alopecisë, por e dija domethënë që mund ta kem krijuar dhe vetë nga bishtaleci që kisha bërë. Kështu që me shumë mundësi është nga bishtaleci dhe me sa më tha dermatologja që aty mund kam bërë dëmtim, domethënë kam dëmtuar lëkurën, duhet kisha vajt me njerë të mjeku, ne kam neglizhuar dhe aty është dëmtuar lëkura dhe prandaj ka rënë floku. Nuk e di ta mund të dali përsëri flok, aty kam një pull o zoti i madh. Më dha disa ilaçe, më dha plot kortizon dhe unë ndërpreva sepse pra deri këtu jemi okay, deri kthimi nga Kreta këtu. Pastaj për ditëlinjën e Agjilos, unë nisa që të bëja vlog. Por çfarë më ndodhi? Për ditëlinjën e Agjilos, pse nuk bëra vlog? Kam bërë vetëm një vlog shumë në Instagram. Këtu te puna kam
Kam shumë mungesa, kështu që kam qëndruar gjithë këto kohë nga mëngjesit deri në darkë te puna. Kur ju them s'ka marrë frym, edhe kam përjetuar një stres më shumë se asnjëherë më duket, sepse kam qenë vetë, përballoja porosit, kisha shumë ndihmë nga Eli në fakt, pastaj kishte pushime Selda, duhet ikte me pushime Selda, kështu që duhet të shërbeja dhe jashtë, klientët, pra kam qenë o njerëz, nuk e keni ditë, kishte edhe një vajzë tjetër leje këtu nga brenda, sidomos një javë kam qenë, kam patur domethënë kam kaluar javën më të vështirë të jetës time ndonjëherë në punë, sepse kam punuar si robot. Vrap brenda, vrap jashtë, vrap brenda, vrap jashtë, të prisja këtu porosit, sepse vetëm unë pres këto kohë, të prisja këtu porosit, që t'ja lija vajzave gati që t'i qepnin, të ikja me vrap që të shërbeja klientët, sepse nuk ishte as Selda, Eli duhet t'i ikte në Greqi për kartën identitetit me patjetër dhe me donin. Dhe me pak fjalë, s'kam për të harruar kur javën që kaloj. Lodhje fizike, ju them ekstreme, një ditë kam qenë aq e lodhur sa kam bashkuar këtu 3 karrige dhe më ka zënë gjumi këtu, diku te gjysmore, te çfarë Agilo, po Agilo i shkret isha të mbente, thjesht vinte që të më bënte shoqëri që mos më linte vetëm. Ka patur dhe kampionatin Agilo, ka patur dhe 3x3 në basketbol, kështu që duhet ikte për ditë për stërvitje dhe nuk është të vinte do të më rrinte vazhdimisht këtu. Me pak fjalë stres që se keni idenë kam kaluar këto kohë njerëz dhe prandaj kush ka pat mend për vlog, për të edituar jo, por e kështu. Do me thënë prap nuk e di se kur do editojt kjo video, a do gjejem ndonjëherë kohë që ta editoj këtë video dhe ta postoj, por uroj të gjej kohën. Qa tjetër kam pësuar? Ditën e ditëlindjes të Agelos. Duhet të shkoja me patjetër në Tiranë, sepse kisha punë te dyqani dhe kisha dhe disa punë tjera. Plus që kisha lënë që në Tiranë do t'i marrim Agelos telefon për ditëlindje. I morëm dhe Elit dhe Agelos telefon, madje ja kemi dhënë Elit ditën e ditëlindjes të Agelos, pra ja kemi dhënë më përpara dhuratën. Dhe në kthim, duke qenë se unë nuk mund të mungoja shumë nga puna, do me thënë edhe ditëlindjen e Agelos kemi vajt tjera një më këtë dhe duhet vija përsëri te puna për të berë prerje. Dhe shkuam me motor që mos vonoheshin. Në kthim, harrova t'ju them, siç vajtëm ndaluam dhe te Kisha Laçit, shkuam te Kisha Laçit me Doni dhe kam takuar dhe disa ndjekësa që na ndjekin këtu në YouTube dhe dua t'i përshëndes dhe t'i falenderoj shumë që erdhën dhe më takuan atje te Kisha. Lumturohem pa fund kur takoj ju që më ndiqni nga YouTube dhe më njihni kaq kohë. Vajtëm në Tiranë, pasi ikëm nga Kisha, vajtëm në Tiranë, mbaruam punën, morëm telefonat dhe u kthyem direkt për Shkodër. Gjatë rrugës, duke qenë se ishim me motor, vajtëm me motor sepse kishte shumë trafik dhe dija që do vononim, kështu që duhet isha këtu për punën, plus që paktën të shkonim të hanim një darkë për ditëlindjen e Agelos. Dhe vim neve gjatë rrugës në autostradën e Laçit, ndjej diçka që më pickoi në këmbë. Ndjeva dhimbje të madhe. Nuk më ka piskuar ndonjëherë gjarpër, nuk e di se si është, por mua më vinte në shpirt në atë kohë ajo gjëja që më piskoi dhe i them Doni tun, po i bija kështu me grusht se çam hengri, po ja të ndalojmë thoshte mua, jo se jam mirë, thoshte se s'do ndalonte, s'kishte ku ndalonte mes autostradës, dhe shikoj unë kisha një gjem të madh këtu te këmba. Edhe hoqa me dorë. Thashun, okej, do një blet mund t'ishte, do një greth mund t'ishte, se di. Vi në shtëpi dhe vura pak akull. Mbaj mend më shkonte Herga se më dhinte këmpa dhe thoshte hala ta ve unë akullin. Vura akull
Edhe i dhash rëndësi, thash, okej, do kaloj, më dishte pak gjatë punës këtu, por nuk i dhash rëndësi kush jetë do të rëndësi ma që punë sa kisha unë. Vajtëm në darkë për ditëlinjën në Angelos, hengëm diçka jashtë, dhe pastaj ditën tjetër zjohemi dhe i kishim lënë ditën tjetër, prapë u zjova shpejtera dhe puna, sepse duhet vazhdoja me porosit këtu si gjithmonë dhe duhet të shkonim dhe për ditëlinjën e Vjerës në Fier, mamit Donit. Se me një ditë pas ditëlinjës të Angelos se ka Agathia ditëlinjën, ka dhe mami Donit. Shkuam neve në Fier dhe gjatë rrugës shikoj këmbën unë mishte përkeqësuar edhe ishte entur goxha. Kështu. Okej, them Donit unë do marrë në një gjë gjatë rrugës dhe nuk mora asgjë gjatë rrugës. Dhe kur arritëm në Fier, vura kompresa atje te shtëpia, jo po besha akoma më keq, dhe qa bërëm? Shkuam te urgjenca në Cakran. Shkuam atje dhe më thot doktori që të ka pickuar merimang. I them unë, nuk ka mundësi thash unë merimang, se kam qenë në motor, edhe nuk ka mundësi. Nese, ku e gjitha du me thënë merimangën unë majtë motorit. Më bërën 200 gjilpera aty në spital, në urgjencë, dhe më dha dhe një krem me kortizon. Fillova unë me kremin, bëra gjilperat atje, dhe gjatë darkës ajo u bë akoma më keq. U skuq dhe vetëm po përhapeshe entja në kerë. Pastaj, ditën tjetër, në ora 3 e mëngjesit, nuk është se kam fjetur dhe më thënë fare, në orën 3 të mëngjesit u nisëm nga Fieri për në Shkodër sepse unë duhet vija në punë. Vajta bëra një banjë dhe nga ora 6 e careva direkt të puna. Dhe në ora 6:30 duket arritëm në Shkodër dhe bëra një banjë dhe erdha direkt të puna. Këtu vazhdova me prerjet, këmba ime po vazhdonte të e intur ashtu. Dhe as një përmisim, as nga gjilpera, as nga kremi që po vendosja. Durova gjatë ditës kështu, po më zien të këmba, pasaj shkuam te urgjenca këtu në Shkodër. Këtu më thanë që të kanë ngrënë akrep. Që të kishte ngrënë akrep, do isha tani këtu duke bërë video nese. Do isha në botën tjetër. Dhe më dhanë këtu gjilpera për 6 ditë për një javë, a 7 ditë nuk e mbaj mend fix. Për një javë do kisha gjilpera mëngjes dhe darkë nga 2. 2 në mëngjes dhe 1 darkë, diçka e tillë, dhe kortizon normal. Imagjinoni tani. Kortizon në gjilpera, kortizon në krem dhe kortizon për atë gjën që do vendosja në kokë. Edhe imagjinoni që unë gjatë asaj kohë duhet të kujdesesha shumë me kripën, do të thënë ostaj asgjë me krip, dhe asgjë me sheqer, sepse do filloja të indesha. Mundova të kujdesem, dhe mami e gjente ato ditë të bënte gjëra shumë të mira. Pastaj me kokën time, nuk do ta bëni, po me kokën time ndërpreva kortizonin që kisha për kokë. Shkova te farmaciako dhe mora diçka tjetër, minoksidin duket si quhet, 5% për flokët, ajo është në fakt për njerëzit me alopeci. Dhe kam filluar atë, hera harroj ta vendos, nuk jam shumë e rregullt sepse shkoj shumë vonë e vdekur në shtëpi. Edhe harroj shumë herë që ta vendos, por të paktën vetëm kortizonin. Gjilperat i mbarova, këmba u bë mirë. Pastaj me qëllovi java që u tha shumë e lodhshme që isha vetëm fare këtu, që duhet të shërbeja jashtë, duhet të prisja brenda, me pak fjalë bera robotin javë këtu, dhe kaq. Iku. Pra këto janë arsyet pse Dezi nuk ka bërë vlog, pse nuk ka qenë aktive fare. E di, ju lodha, tani, jo se nuk jam ngarkuar, imagjinoni, shkuam vetëm 3-4 orë në plazh dhe erdhëm dhe unë erdha direkt të puna, as banjë s'kam bërë akoma. Duhet të vazhdoj këtu të le porosit gati për nesër që t'i qepin vajzat.
ju lodha, flas shumë, e di, po të paktën ju sjarova pak a shumë pse nuk kam qenë aktive, pse nuk kam bërë vlog, dhe ju të shmenda, e di. Sa po erdha në shtëpi, ora është pothuajse 10, futëm të lajem dhe të fle, dhe vazhdojmë vlogun nesër se jam për sot ran baterit. Kaq ishte. Thava flokët dhe më elektrizohen me siguri nga ftoti sepse Agilo këtu e bën akull. Bën akull ndes kondicionerat dhe mund t'i vendosin në 16 më duket, se vdiqja kam ftot ju them. Mirë më gjesi nga dita tjetër, do i kite puna, bëra gati, kam shumë ko për bërë make-up, vura vetëm krem dielli në fakt me ngjyrë, pak blush dhe lipstick, vetëm ka qërë pikë kam bërë, që të rëgoj dhe veshjen shpejt se po vete ora 7:30 paca dhe unë aku mos kam ikë. Sa vesh këtu, paliset, nga Saudesa dhe ika. Do marrë dhe një në i byrek rrugës, në i furë se nuk kam kohë që të bëj as tost, as kos në fruta, as gjë s'kam kohë. Sa po jam ullur, hengra pak buk plasa tani, se hengra shpejt. Hengra dhe më përpara, në fakt bëra një pushim të vogël kur isha duke prerë. Hengra buk djath, domate dhe kastravec. Domatja ishte sikur haje kallçuk, si ishte gjë, po hajt. Pak të mbushim barkun, se në mëngjes kam ikë shumë shpejt dhe nuk arrita të haja, as nuk arrita të shkoja të bleja byre, kështu që hengra buk e djath këtu. Dhe tani po solli mami ca makarona që kishte bërë Holta. Jo makarona, ravioli quhen këto që janë të mbushura. Ravioli më duket quhen me mish grirë. Edhe janë ato ravioli që i bën vetë petën Holta dhe i qan, janë super të mira. Janë ngra me bukë dhe plasa. Domethënë s'më dilte buka me djath që kam ngrënë përpara, po janë ngra dhe këto me bukë. Dhe ideja është tani më ka rënë rend dhe nuk di si do vazhdoj tani të pres dhe të punoj unë këtu. Por duhet të shohem. Më zuri prapë darka këtu, është ora 9:30 pothuajse. Dhe do pres dhe këto porosit e fundit dhe do ikim, mirë që merrti mami dhe më solli dhe ca fiq që si kam ngrënë akoma dhe janë fiq që i kam fiksim, se janë ato të kohës tani vdes për fiq kur janë të kuq nga brenda, vdes, po ju them. Dhe akoma si kam ngrënë, dy marrë me vetit janë të ca misolli, se duhet mbaroj dhe tiki, mos më zej ora 11 prapë këtu. Pak të nder nga ora 10 të kim mbaruar. Opa, bravo Desi. Pak të nder nga ora 10 të kim mbaruar. Si kam mundësi, kam qenë mëngjes, kam marrë dhe shpejt, me idenë që sot nuk dori deri vonë, po prapë më zori ora. Po vjen dhe Doni me Elin, po kthehen nga Korfuzi. Besoj do vinë ata më shpejt se unë në shtëpi. I shikoj kaqor dhe dua t'i ha tani. Po them, dua t'i ha me që t'ja pastaj. Kush ma ka ditë lindjen, kush ma ka ditë lindjen, kush. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për sejtën, shumurime për ty. Free qirina, maj, apo një ka shumë tjetër. Bravo! Arriti më të
Free probe, free. Ja, si free mo. Ha, çova na ti? Ha? Të kafa. Ne presim ty që të vish, që bërë ti atje? Shi, akoma nuk i solli, e mori një. Furnizimin këtë radhë, Unë kam marrë furnizimin. po, këtë radhë furnizimin e ka bërë Eli. Sa veshje, se më kanë gjitha stilin, disa i ka zhëllë babi, Ka, I kam zhëllë disa tana unë. ka vaj Doni me Elin që kanë bërë furnizimin e ri, kështu që duhet të shikoni dhe t'ja bëni qefin Eli të bëni porosi. Ato që nuk Që i ta motivoni. si kam leo, i kam marrë babi. Jemi marrë gjithë ditën sot. Ke rritë mam? Jo, atje kisha. A, ne të se me. Jemi marrë gjithë ditën me koleksionin e ri, unë me prerje të Saudeza, kurse Doni dhe Eli me furnizimin e Angel, të mbyllën këta. Ka ardhur Rita, kështu që mezi pres të shkojnë në shtëpi tani. Erdhi darka, gjithë ditën punë. Ikim tani. Mirëmëngjesi, jemi në ditën tjetër. Ka ardhur Rita. Bëjmë mëngjesin shpejt e shpejt, unë do iki dhe Ritën të tale këtu. Po, uroj të na vi të puna. S'paktën. Se më ka qelluar, do me thënë kaq kohë, Rita erdhi në këtë kohë që jam kaq e mbytur. Aq me fat jemi. E Rita? Them që na qellovi erdhe në këtë kohë që jam kaq e ngarkuar dhe nuk të shijoj dot. Ska që të shijoj unë ty. Ja të një përshëndetje. Përshëndetje, po, sa e ngritur nga gjumi. Si kaloni. Po bëjmë mëngjesin shpejt e shpejt. Unë do ikte puna dhe Rita do vi pastaj. Do vish për kafe pastaj atje? Po. Okej, ja të shohim. Kur do vi dhe a do vi. Shko qamberi. Çaj bërë, më thënë mendja, çaj bërë. Qa bëno i gi? E gjak. Ke gjak, pse? Koja. Ua, kush të vravi malla? Doni. Doni e Beli? Po. A Doni? Të ikim lartë. Të ikim lartë? Atë Doni. Atë të lartë. Që ka më gjak? Të të una. Jo malla. Ka ardhë ndimësja, ka ardhë që mëgjes fakt, pivi kafe këtu, të puna me Holten edhe fëmijët. Tani ka ardhë në turnin e mbasditës. Dua ta ndihmoj. Po më ndihmon. Jo, po puna është se vesh roba, po ndjem shumë e fryrë. Ja, me pse shumë mirë të Kemi ngrënë shumë. Kemi ngrënë peshk se na E bëri shumë Doni. mirë. Nuk bëra vlog se jam sot kështu. Ik hajde, s'jam e përqendruar. Do bëj Rita vlog. Rita bëj vlog. Të bëj vlog. Do vlog e ta. Sot kemi kaluar mirë dhe pak e stresuar, më shumë e stresuar është Deza. Na kalov pak të gjithëve. Tashi, kam provuar pak veshje, si ta kthej moj këtë kamer. Janë të bukura për zotin që të gjitha, më pëlqejnë shumë. Ka bërë shumë. Unë është e parë që vinë në dyqani Dezës, këtu në Shkodër, edhe më pëlqejnë shumë për zotin. Kjo veshja është shumë e bukur. O Don, ku do vesh? Do marrësh makinën, iku dhe Doni. Ja dhe Lisiana është aty në shkallët. Eli! Po bëj vlog unë. Jam thuaj pak që t'ju themi shoqeve tona. Ne ikëm nga dyqani dhe tani po dalim. Jam vetëm unë, Rita dhe Eli. Ka muzikë. Sa mirë kaluam për zotin. Kalove mirë. Kaluam mirë. Bëj qefi. Nuk e dim shumë. Fotos e kemi, duam të kaloj mirë të çlodhemi.
Hala, jam shumë e lumtur. Rita, nuk jemi andes. Sa herë haroj, duhet të Gjithmonë harron shpinë. Eli?